Mëngjesi që pastron zorët tuaja dhe normalizon peshën përmirëson pamjen e lëkurës dhe flokëve. Ky është një nga mëngjeset më të shëndetshme dhe më të shijshme sepse është i pasur me minerale dhe vitamina që përmirësojnë pamjen e lëkurës dhe të flokut, forcojnë trupin dhe normalizojnë metabolizmin. Ky mëngjes do të pastrojë zorën, do të eliminojë kapslokun, do të normalizojë peshën dhe do të djegë yndyrnat shtresë. Për përgatitjen e tij do ju duhen 300 ml kefir, një lugë çaji fara liri, 2 lugë gjedhe miell tërshëre. Përgatitja që në mëngjes dhe konsumoheni të nesërmen në mëngjes. Hidhni disa kumbulla të thata në një sasi të vogël të ujit të vluar rreth 100 ml. Mbulojeni dhe i lini për 10 minuta. Ngroheni, vendoseni tërshërën në një tas, farët e liri dhe kakaon. Pastaj derdhni kefirin dhe i përzjeni mirë. Coptëzoni kumbullat e thata, vendosini në blender derisa të bëni një pure dhe shtoni në përzierje. E konsumoni këtë në mëngjes për të patur një sistem më të mirë të tretjes dhe gjithashtu për të evituar një sër komplikacionesh.